Në Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi u inaugurua Kub Franz Shkodër, një hapësirë e re kulturore digjitale që shënon një hap të rëndësishëm në zhvillimin e bashkëpunimit kulturor francezo-shqiptar. Kjo iniciativë sjell për herë të parë në një muze në Shqipëri përvoja kulturore imersive përmes teknologjive të realitetit virtual dhe platformës Mikrofoli, duke ofruar akses të mira vepra arti të digjitalizuara nga institucione prestigjioze kulturore ndërkombëtare, si dhe përmbajtjet kuruara të trashëgimisë dhe artit francez. Dy fjalë për hapësirën që po inauguroj, e cila nuk është e rastishme në Muzeun Marubi. Jo rastësisht nuk kam përzgjedhur një imazh të Marubit, e cila është ndërtesa e të parës konsullat franceze, e cila ishte padyshim në Shkodër. Kemi dëgjuar shumë për Korçën, por në fakt jemi pak më krenar për faktin që kemi një ndërtesë konsullatës franceze në Shkodër, por edhe të ndërtuar nga vetë Pietro Marubi. Kub Franz Shkodra vjen si pjesë e paketës Kit Kubi K, si pjesë e kubit Francës në Tiranë, e mbështetur nga ambasada e Francës në Tiranë edhe gjithashtu Ministria e Turizmit, Kulturës edhe Sporteve. Vous me permettrez aussi d'ajouter de formuler des vœux pour l'Albanie. Më lejoni që në nisje t'ju uroj vitin e ri dhe të uroj Shqipërinë për hapat e rëndësishëm që ka hedhur dhe arritjet në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Shpreh mbështetjen e Francës në këtë rrugë tuajën. Kënaqësi të përurojmë këtë hapësirë inovative digjitale këtu në Muzeun Marubi. Projekti synon të thellojë bashkëpunimin digjital mes Shkodrës, Shqipërisë e Francës. Janë një urë lidhëse e trashëgimisë kulturore mes dy vendeve tona. Ky projekt ndërkombëtar ofron qasje në 3200 vepra arti të digjitalizuara, ndër më të famshmet e të njohurat e Francës. Ministri Blendi Gonxha tha se kjo hapësirë e re kulturore digjitale synon të lidh artin, teknologjinë dhe edukimin në një format bashkëkohor dhe gjithëpërfshirës. Ai u ndal edhe tek një plan ambicioz që ka për Shkodrën, duke u bërë qyteti i parë në Shqipëri që do të ketë një rrjet muzesh ngjashëm me vendet e zhvilluara europiane. Kemi lajmin e mirë për si vjet për vitin 2026 për Luçanin që kemi goxha fishuar buxhetin e Muzeut Marubi që në fillim të vitit 2024 gjetëm diku tek në mos gaboj Luçan 14 milion lekë të vjetra dhe sot ky buxhet është 90 milion lekë. Megjithëse është tepër modest për atë që Luçani është në gjendje të bëjë dhe për atë që Luçani me kreativitetin e tij dhe me seriozitetin e gjithë punës së tij premton dhe është një nga drejtorët që kam thënë disa herë që është krenari që ti je ministri i tij. Dhe do doja të kisha shumë drejtorë si Luçani në sistemin tonë dhe nuk do lëm asgjë pa bërë si ministri që të krijojmë kushte që për zgjerimin e ateljes së Marubit me një godinë të re që duam ta shpronësojmë këtu afër për ta zgjeruar hapësirën që ka nevojë Marubi për gjithë aktivitetet e veta dhe qoftë për gjithë atë rrjet të ri muzesh që Shkodra ka nevojë përtej Marubit, projektin që ne kemi me Bashkinë e Shkodrës për të bërë të mundur që këto muze të jenë së shpejti në Shkodër një realitet dhe të jetë një rrjet i cili të jetë i vizitueshëm edhe me biletë unike, edhe me një informacion dhe me një orientim shumë turistik, por edhe kulturor, historik. Qeveria shqiptare do të jetë shumë pranë Shkodrës dhe një nga arsyet e vonesës sime sot ishte pikërisht kjo, sepse kemi gjezdisur shumë nëpër qytet për një plan që është nga më ambiciozët, mund të them, për të mbështetur nga një ministër kulture, nga një ministër që mbulon fushën e përgjegjësisë për atë kulturës në historinë e vendit tonë. Përmes këtij projekti Shkodra forcon rolin e saj si një pikë referimi kulturore dhe teknologjike në rajon, duke krijuar njëkohësisht mundësi të reja për angazhimin e të rinjve në fushën e kulturës digjitale.